Në Senatin Amerikan është paraqitur një projekt ligj që synon të ndalojë shtetësinë e dyfish dhe të vendosë parimin e besnikërisë ekskluzive ndaj shtetit amerikan. Nisma Exclusive Citizenship Act 2025 parashikon që qytetarët e SBA-s nuk mund të mbajnë njëkohësisht shtetësinë të një vendi tjetër. Sipas projekt ligjit, çdo qytetar amerikan që pas hyrjes në fuqi të ligjit fiton vullnetarisht një shtetësi të huaj, do të konsiderohet automatikisht se ka hequr dorë nga shtetësia amerikane, ndërkohë qytetarët që aktualisht posedojnë 2 ose më shumë shtetësi do të kenë një afat prej një viti për të zgjedhur. Alternativat janë ose të heqë dorë nga shtetësia huaj ose nga ajo amerikane. Mos respektimi i këtij afati sjell humbjen automatike të shtetësisë amerikane. Autorët e nismës argumentojnë se shtetësia e dyfisht mund të krijojë konflikte interesi dhe besnikëri të ndarë, duke cënuar sipas tyre interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Nëse miratohet, ligji do të shënojë një ndryshim të thellë në politikën amerikane të shtetësisë, me ndikim të drejtë për drejtë për miliona qytetarë amerikanë në mbar botën.